Falenderoj shumë për ftesën që na bët, edhe na krijon mundësit që të themi edhe ne di fjalë për të mirën e vendit tonë. Nga jeni i nderuar? Unë I nderuar, emër? Unë jam Rushit Kamishi, jam origjinë nga Bulqiza. Nga Bulqiza. Kam punuar në minierën e Kromit, kam qenë dhe ushtarak, kam shërbyer në dy sistemet, sistemi monist ishte uni, edhe s'kishte tjetër, që si në erdhë demokracia u shliuam edhe nga emocionet, nga shtrëngimet, edhe fëmijët në rritën, shku në diaspor, dola pension për akoshëm, edhe unë diaspor ka 24 vjetë. Po, pyetjen tuaj. Pyetja ime është, po, me qenë se paketa e malëve është miratorë. Kemi pengesat theksume ligjore nga ligji 7501. Sepse ne kemi qenë punë shteti, kemi qenë larg vendlinjës, edhe s'kemi pas mundësi që të bëjmë letrat individuale si mas ligji 7501. Një ligj që ata parlamentarë nuk mund të thejmë kriminella, po ligj kriminal se akoma dhe sot po vriten bashkomësit tonë nga i ligj famkeq. Më e keq se ligji i reformës agrare Monizu. Po e shpytë njëri, po të ligjet vetë. E qartë. Atëhere, lidhje me këte. Po paketa e maleve të ky paneli është pak bisedë që nuk qëndronin nderuar. 10 vjet unë jam i ligjit. Jam dakord me ligjet të shtetit. Po jo të ky panel. Atëhere, nuk ma japin mu se s'kam, o pronat në emër Gjishit. Gjishi ka tek edhe baba. Tani me që pyte për të se paketa e maleve është pikërisht për të të shpëtuar nga kjo pjesa 7500. Pyet se s'u shpëton dot. Po pra, nuk u shpëton, nuk të shkoj në Korat ndërtoj, po të ndërtoj aty ke toka e flakut tim. Po aty pra. Pra, pikërisht. Po s'ma e pra komuna. I kam bë kërkesë ka 10 vjet. Shkoj ke noteri, thot. Jo s'ke punë fare me noterin, fare. Se kështu shkoni ke noteri që t'ju marri në i lek noteri. Atëherë, prit tash, prit. A do përgjigjen? Jo të t'jap këtë mendim unë. Jo, se nuk është kohë për mendim, tu është kohë për përgjigje. Nëse ke në plan të bësh një gjë të toka e gjyshit tatë. Nuk dhe bëjon, do t'jali im sa ndërtos. Djali jotë, shumë mirë. Atë tokën që t'ka lënë gjyshi, bëj kërkesën ke Këshilli Bashkiak i Bulqizës dhe Këshilli Bashkiak i Bulqizës brënda 30 ditëve nga kërkesa do të ta miratoj tokën për të bërë atë ndërtimi që do bëj djali. Kaq. Shko më ke noteri, as ke gjyqtari. Shko ke Këshilli Bashkiak, prandaj kemi bërë paketën e maleve. 10 herë kam bërë kërkesë. Po se ke bërë pra kërkesën, ma e mua kërkesën, hajt, pa birë mu. Do ta djeg unë te Këshilli Bashkiak i Bulqizës. Faleminderit. E dita nderuar për parlamentin. Të lutem, i nderuar. Unë kam punuar në minier e Kromit Bulqiz, edhe dihet se çaj situata është janë minatorët atje. Janë paguar me një pak si në zi mbjetojnë. Nuk u miratu ligji për statusin e minatorit. Kam protestu, është premtuar që në 2013 kam qenë edhe unë aty me zotin Edi Rama Bulqiz, në atë miting, e kemi përgëzu edhe kemi votu masivisht se Bulqiz ka qenë gjithmonë e djathtë. Se ka qenë rënuar nga sistemi. U kthemi edhe në votën, akoma asi. Inderuar. Aq me e keqe, një deputet inderu mund të jetë, i krahasoi minatorët e Bulqizës me balerinat e operës. Një fije e rëndë, shumë e keqe. Zotri, unë shpresoj që në këtë mandat do të jep një statusin minatorit. Më fal. Jo, kam një moment shumë të rëndësishëm. Të lutem, më dëgjoj pak. Më dëgjoj pak. Më ndihmon stafi. Kam harxhu lek zotin. Kam harxhu lek, kam marrë apo stafat për të merr tip për patriotë e mi. Nuk themu se s'ka bë punë shteti, sepse ne kemi ka hec fshati im është te kulla hubi. Ka pas ministra, ka ardhe kryeministri, i dhon prioritet, ajo nuk në fund botës, po në fund katonit tonë, 50 km me Tiranën. Më fal.
për këtë, kanë ardhur Të shumë. lutem, do më dëgjosh. I nderuar, të lutem do më dëgjosh. Tani, këtu kemi të gjithë nga diaspora që kanë ardhur në summit. Jo me diasporën, mos bëj debatin. Janë të gjithë nga diaspora që kanë ardhur në summit. Televizor, atëherë bëj debat. Jo me ne. Kemi diku tek një orë që po flasim, bëjmë pyetje përgjigje që të marrim edhe ne komentet. Pension tu, ka punuar edhe atë me djalin tim, debatet pensionat. Po shqetësimi nuk është për te ky panel. Nuk është për te ky panel. Tani më mirë kupto dhe mua nga parlamenti duhet nisma ligjore. Kaloja mikrofonin zonjën se të marrim nga një koment edhe për ftuarit e tjerë, sepse unë nëse keni ndërmend ta ndërtoni tani ta respektojmë zotin Marash dhe zotin Rexhepi që gjithashtu kanë ardhur këtu në panel, tu bëjmë nga një pyetje nëse mundemi. Vajza, nëse mundesh tek zonja, kishte një pyetje për Marash Dukajn.